Është një vajzë bjonde me flok deri diku të krehura, bluzë të bardhë e prapavit të kaltër. Imazhi i saj vërehet se është paraqitur deri diku brenda normave të realizmit socialist në art. Daton prej vitit 1955 dhe është imazhi i artistit të njohur Agim Zajmi. Në Prishtinë ka ardhur në kuadër të veprave të punuara me teknikën e akuarelit. Vepra ku paraqet motrën është pjesë e dhjetra punimeve të tjera në akuarel në ekspozitën e edicionit të 6 të Bienales së Akuarelit. Në nënkurimin e Helidon Halitit, prej të mërkurës deri në ditën e 12 të dhjetorit, do të qëndrojnë të ekspozuara në galerinë Open Art në Prishtinë. Natyrat e qeta, portretet e peizazhet bëjnë pjesë në punimet e artistëve nga vendet të ndryshme të botës. Bëhet fjalë për një teknikë delikate që zgjat shumë hapësirë në këto anë. Artisti Helidon Haliti ka thënë se në vitin 2015, kur ka filluar Bienalen, kishte premtuar se do të krijonin një koleksion shumë të vyer ku veprat do të shtektonin pa artistët e tyre. Unë sjell një koleksion të shoqatës Vizart, sepse artistët kanë ardhur dhe kanë demonstruar live për studentët falas në gjithë Shqipërinë, kanë krehur gjeografinë e saj, madje disa prej tyre kanë qenë dhe në Kosovë, kanë pikturuar dhe kanë dhuruar veprat e tyre. Dhe një pjesë të koleksionit unë e sjell në këtë hapësirë kontemporanes. Krejt në hyrje të galerisë, në anën e majtë qëndron vepra e profesorit universitar Ardian Isufi. Bëhet fjalë për një vepër konceptuale ku Isufi luan në struktura të antikitetit e kostumet të asaj kohe dhe një fishek plumbi të kohës moderne. Padyshim që dhe vepra ime është një vepër e cila ka një kontekst deri diku mund të themi ndërmjet paradoksit, sepse flitet nëpërmjet një imazhi që i takon antikitetit, luftës, marrëdhënies së turmës, por dhe një momenti, si thua, që lidhet shumë me elementin e luftës apo të këtij fishekut, i cili duket sikur zmadhohet dhe zmadhohet. Pra është një vepër konceptuale, duke pas parasysh kolazhin, asemblazhin, akuarelin, që është një element i nënshtrezuar. Themeluesi e udhëheqësi i galerisë Open Art, Naim Spahiu, ka thënë se kjo ekspozit është një aromë vjeshte, duke e ditur që teknika e akuarelit është prej më të vështirave. Kontakte me Helidonin, kuratorën e ekspozitës, ishte një kërkesë spontane gjatë bisedimeve, përpse kjo ekspozit mos jetë edhe në Prishtinë, megjithëse kjo ka bërë një turne në Pej ka qenë, dhe prej Pejës një pjesë e punimeve kanë ardhur në Open Art Gallery. Është një mënyrë, një frymëzim i vlerave të pikturës, letrës, akvarelit, si e quajmë ne, është një prej teknika më të vështira dhe është një fillim që në të ardhmen shpresojmë që shumica e mjeshtërve që kanë preformuar për edicione të ndryshme të na vinë edhe këtu në Prishtinë, në galerinë Open Art, dhe Prishtinë gjithsesi, dhe të kemi një jehon, një prezantim të mjeshtërve siç ata e meritojmë dhe ne e meritojmë. Veprat e prezantuara në këtë ekspozit prekjen tema të ndryshme. I bashkon mjeshtëria jo e lehtë e teknikës së akuarelit, përderisa fakti se u takojnë artistëve të gjeneratave të ndryshme e nga vende të ndryshme, bën që ato të reflektojnë përtej kësaj ane dhe japin një përshkrim të evoluimit të kësaj teknike arti nëpër dekada.